Isha jashtë, tek një shok, kur nëna ime më telefonoi e trembur. Po më thërret nga kati I sipërm, po nuk përgjigjesh. Pse po më bërtet? I thash, mami, s'jam fare në shtëpi. Ajo heshti. Më pas më tha, ti the emrin tim. 3 herë. Një lloj si gjithmonë kur më kërkon. Kur u ktheva në shtëpi, pam pamjet e kamerës së brendshme që kishim vendosur në korridor. Në orën 19:43 në audio dëgjoj qartë zëri im duke thënë: Mami. Mami. Hajde pak. Por videoja nuk tregonte asgjë. Korridori ishte bosh. Deri në fund. Më e frikshmja. Nëna thot që kur nuk ju përgjigj zërit dëgjoj një përshpëritje të ulët në vesh që I tha: Jo kësaj here. Që atë ditë në shtëpi nuk hapim më asnjë derë nëse nuk shohim se kush po thërret. A do reagoje nëse dëgjonte zërin tënd nga një dhomë ku nuk je? Na thuaj në komente dhe kliko abonohu për më shumë histori të vërteta.